Është hapur zyrtarisht ura e Bilqës në Berat pas punimeve të vazhdueshme që janë kryer, teksa tani pritet që disa fshatra të jenë të lidhur me qytetin, një lehtësi e madhe kjo për banorët e zonës. Në inaugurimin e saj ishte i pranishëm kryeministri Edi Rama, së bashku me drejtuesin politik të Beratit për PS-n, Ervin Demo, të cilët edhe inspektuan kushtet e urës dhe disa pjesë të saj me pamje panoramike. Vetë Rama i ka quajtur shumë të mira punimet dhe ndërtimin e urës. Ura e Bilqës në Berat lidh fshatrat Bilq, Malinat dhe Zhitomi Vogël dhe së shpejti do të lidhet edhe me rrugën e fshatit Drobonik dhe me gjithë fluksin e mjeteve që do të qarkullojnë nëpërmjet aksit të ri rrugor Berat-Ballaban përmet Gjirokastër e që të çon deri në Greqi. Ky investim është cilësuar si një portë e madhe e prurjeve turistike drejt Beratit mijëra vjeçar dhe është projekti Bashkisë Berat me partneritet Fondin Shqiptar për Zhvillim dhe financim me grant nga fondet e Bashkimit Evropian. Sipas projektuesve, kjo urë e kthen Bilqën në lagjet e qytetit dhe për më tepër zgjeron paketën turistike të Beratit, ku vizitorët vetëm pak minuta larg do të gjejnë destinacionet e ekoturizmit në Bilq dhe zonat përreth. Ura është me një gjatësi prej 268 metra dhe gjerësi të superstrukturës 12.4 metra, ku përfshihen edhe trotuare dhe kursi për biçikleta. Daxhi. Respekte shumë, respekte. Shumë respekte. Po je gjigant. Diamant shëmbe, tamam. Tamam, diamant je. Ha mo, bë ura apo jo? Urojmë shëndet. Gjithë vjet ka punuar për Shqipërinë, Allah ta bendoti. Do ngel histori do ngel. Ja u takoj me një shefin. Ndaj. Nderuarje njerëz. E, po gratë më vete pas kanë nejtur, e? Në qëndër, respekte. Shumë faleminderit të gjithëve që tani këta e kanë pasur urën një mit që nga vitet 60 le të themi edhe nuk e besonin kur do fillonte projektin. Fakti që projekti i jashtëzakonshëm. E ka bërë Ervin Demo. Respekte. I madhe. Si kemi Qërelo, fute kokën aty. Ashtu, bravo. Mjeri me urën, bukur. Shumë bukur ka dalë. Janë dhe isha tjetra. Aty ka është rruga tjetër që lidhet me rrugën e Ballabanit. Shumë faleminderit.
Ura është perceptuar le themi edhe me parametra urban, ka trotuar dedikuar për këmbësorët, në 2 krahat në fakt. Tirana. Si e kemi ditë? Po më shiko tani këtu si e kemi tani. Që nga i turp shumë, ha? E po mi, unë do jap lulet të gocës, po të këteve kokës, të lulet dhe i majtë të gocës. Lulet dhe i majtë. Bravo Diamanta. Siç po thosha, ura është perceptuar me parametra urban, që është dhe pjesë shëtitore e Zberatit tani, sepse dhe bypassi përdoret gjatë orëve të mbasdites për të bërë xhiron luginën e Tomorit. Rruga që shohim gjurmën që është në kodrat e Bilqës, në fakt lidhet atje me rrugën që po vjen nga Ballabani. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme që e krijon këtë aks, sidomos për të çliruar më pas trafikun që i gjithë që do vjen nga rruga e Ballabanit do kalon si s'bën në Goricë. Dhe Gorica do kalonte në kolaps. Prandaj lidhja këtyre projekte në fakt koha ka qenë perfekte për sa i përket zhvillimit të disa projekteve që të vinin pastaj në një aks totalisht të ri, duke filluar me projektin e bypassit në 2021, vazhduam pas me projektin e Urës në 2022, filluam pas rrugën që lidhet me rrugën e Ballabanit, dhe ndërkohë Ballabani mbaron këtë vit. Domethënë janë 4 projekte të cilat në kohë janë menaxhuar në mënyrë perfekte. Dhe kjo ka dalë një gjë jashtëzakonshme për të gjithë banorët. Imagjino të kryeministri që banorët në këtë krah të Osumit, për të ardhur në Berat, duhet dilin jashtë Beratin përpara për të rifutur përsëri në Berat. Këtu kemi bërë dhe një balkon të vogël, se tani s'ka ujë, por Beratët e kanë qef edhe të peshkojnë një çik. Beratin 2050. 2050. Edhe ajo rruga është shumë panoramike atje. Po. Peshkojnë edhe një qytet brenda, se kur vjen uji. Po. Shumë bukur, ha? Kjo është nga gjurmët më të jashtëzakonshme që kemi lënë këtu në Lugin. Shumë bukur, ha? Bukur, ha? Shumë bukur. Shumë bukur. Tani kjo lidhja e lehtëson shumë situatën, ha? Se përpara duhet i binit në fund andej të arrin te. Jep mrekullik sezonës. Po. Jep mrekullik. Po. Një autobus në Autobusin. Jo, thosha i kaloni me këmat kur kishte. Jo, duan autobus tani, e kanë drejtën. Patjetër. Ta e vini, gjera ti që nga e ke strua, pa ti ke ne kilan katastrof. Pa avash vjen rruga. Shiko tani, se më tek që ke 6 fëmijë. Ha? 6 fëmijë. Një sekond, lëre. Ke bërë 6 fëmijë. Një sekond më. I ke bërë me një herë të 6. Se ta thash. Ta thash, tani ura është vajza oficere. Tani do kalojmë ke vajza tjetër, do bëjmë atë që the ti.